njëta është qef nxjerr temën e ditës dhe si për herë nuk i plas trapi as kujt se nuk ka asnjë vlerë për shoqërinë tonë si Shqipëri, por gjithsesi si shqiptar që jam, dhe unë kam qef të merrem pak me punët e tjerëve, do ju them vetëm për këtë tematikë që thotë kjo goca. Çfarë të bëj thot? Ja kam plotësuar të gjitha thot të dashurit tim dhe ai thot më tradhtoi me shoqen e ngushtë. Të hakmerrem dhe unë njësoj si ai, pra kjo të shkoj me shokun e ngushtë tim. Ha jo më Jo më të rëzoni se fakti që janë kokrat e kurvave këto, nuk e të bosh kurv për vete, kupton, se pastaj bie që s'ka asnjë ndryshim nga këto. Jo, një formë shumë e mirë që është që kur e ke të dashurit kokën e byçirit dhe shoqen e ngushtë kokën e kurvës, mbaj larg nga njëri tjetri dhe mbaj larg nga vetja. Ose në këtë rast, nëse shoqja e ngushtë han hudhra, ti e dashur nuk e pse vjen hera hudhër, e fillosh tash hudhra dhe ti. Jo, mbaj hudhrat larg, mbaj shoqet larg dhe kuptojeni qëllimin jetësor. Me kurvëllëk nuk hecën para tradita shqiptare, hecën me familje, me dashuri, me miqësi, me puqe, dhe majni kurvat larg vetes, mos I gjeni burra dhe gratë për blok, gjeni te biblioteka ose në punë. Prandaj në këtë situate mendimi im, si qenie njerëzore dhe si shqiptar që jam, është hik, largo, dhe mos jam per në gojë shokut burrit